Syri Televizion së bashku me grupin e xhirimit janë zhvendosur në ambientet e Ish-burgut të Spaçit për të inspektuar nga afër atë që po ndodh me ndërhyrjet restauruese në një pjesë të mirë të godinave të burgut famkeq, në të cilat duket sikur ndihen akoma brorimat, drithërimat, vuajtjet, dhuna e të burgosurve. Në vazhdon e një reagimi të gjerë publik këtë të shtunë ishte burgosur politik, aktivist, gazetar dhe qytetar, u mblodhën për të protestuar kundër ndërhyrjeve në Ish-burgun famkeq të Spaçit. Protesta u zhvillua në hapësirat e kampit, që dikur shërbeu si simbol i represionit komunist, ndërsa pjesëmarrësit e konsideruan restaurimin aktual si një akt tjetër dhune ndaj kujtesës dhe një përpjekje për të zbardhur të shkuarën. Kundër ndërhyrjeve në Spaç, Fatos Lubonja, që i ka përjetësuar vuajtjet në letër, kundërshtoi punimet. Janë 30 ca vjetë që janë kujtesë, që i dëshmon edhe ky objekt. I dëshmon nëse ju do ktheni kokën mbrapa edhe ajo fabrika atje. Ai shikon, atje ka qenë zona e dytë dikur, ku kanë vujt në mënyrë të tmerrshme të burgosurit, por në vend të asaj, në vend që të ruhej e gjitha ai sajt, kanë bën një fabrikë për të nxjerrë paradhe. Kjo është në shkatërrim dhe të kujtesës dhe është një falsifikim i asaj që duan të bëjnë, sidomos ati filmi që duan të bëjnë për revoltën e 73-shit. Se çfarë papërgjegjshmërie dhe çfarë ignorance, po them, është treguar në këtë ndërhyrje. Një valë e fortë reagimesh erdhi edhe nga ishi burgosur i Demir Pojani, që përjetimet asaj kohe ka të freskëta, ndërsa aktivistët nuk tërhiqen nga misioni i tyre për të mos zhbërë historinë dhe kujtesën përmes Spaçit. Djagaqët e kishin zonë rrugën këtu, ja kishin hek transmisionin. Ku do di kallashët e 1200 sampistave ishin të gatshëm për të hapur zjarr kudo. Ne s'kishim, ne dishim që kishim i vdekje, inshallah po vdesim, mos i shohim me sy këta qelpsina, aq shumë na kishin lodh. E na unë nritëm me dashurinë madhe për të ra dëshmor që të dëshmohej se Shqipënia ka njerëz, ka burra, që nuk e du dhunën. Një terror dhe një dhunë e papame. Në këtë hofshama nuk duhet ketë sarkazëm, njërësin liqe, si këto që po bëhen. Nuk diskutot mos i bëhen, pa ta duhen ndërshku. E ke që që po filmojnë. Dhe filmi tregon parajsën e Enver Hoxhës se ky është i madhe njerëzit në burg. Çfarë është kjo mërë? Mbrapa atje keni një fletë e cila tregon se sa vëmendje i ka dhënë qeveria këtij vendi. I ka dhënë vetëm 8 javë punime. A thua se ky është një vend i zakonshëm? A thua se këtu po ndërtohet një agroturizëm? A thua se këtu po bëhen disa rregullime të hapërhëshme? Jemi keq që kur shohim këtë lloj zhvillimesh dhe nuk mund të jemi kurrë si dakord që historia të butaforizohet në këtë formë edhe të letë më njanë mendimi i këtyre personave të cilët e kanë vuajtur në vetë të parë burgun e Spaçit. Punimet që fillimisht nisën me suvatimin e dhomës së vizitave tashmë janë zgjeruar edhe në ambientet përreth. Syri Televizion ka dokumentuar bloqe me tulla të kuqe, të vendosura në hapësirën e shkatruar të higjienës përballë fjetores, ku pritet të ndërtohet për nevojat e xhirimeve të filmit Revolt në Ferr. Aktivistja Sidorela Vetnika i tha se ndërhyrjet jo vetëm që janë të papranueshme moralisht, por edhe të palishme dhe paremroi ndjekje ligjore ndaj institucioneve përgjegjëse dhe ekzekutorëve të projektit. Thirrja për reagim qytetar vjen në një kohë kur Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe Instituti Trashëgimisë Kulturore kanë aprovuar punimet që po kryen në kampin e Spaçit.